A më lejohet t'i jap zekatin motrës time e cila është e martuar me një të varfër? Përgjigje: është detyrim që burri të kujdeset për bashkëshorten e tij, por nëse është i varfër, i lejohet që vëllezërit e gruas t'ia japin zekatin motrës, që ajo të shpenzojë në mirëmbajtjen e familjes së saj. Madje nëse vetë gruaja është e pasur, i lejohet që zekatin t'ia jap burrit të saj në mënyrë që atë pasuri ta shpenzojë në mirëmbajtjen e familjes. Përgjigje nga Komiteti i Përhershëm për Fetva. A duhet të jepet zekat për arin që e përdor një femër? Përgjigje: po. Sipas mendimit më autentik dhe më të saktë të dietarëve, detyrohet të jap zekat për arin dhe argjendin që e përdor nëse e ka arritur masën e caktuar dhe të ketë kaluar një vit nga plotësimi i kësaj mase. Përgjigje nga Komiteti i Përhershëm për Fetva. Zotëroj sasi ari me të cilën më detyrohet zekati, si duhet ta jap zekatin me të holla? Përgjigje: kjo motor myslimane për çdo vit duhet të pyes argjendarët për çmimin e 1 grami ari të përdorur, që më pas të bëj llogaritjen e tij, e më në fund të jap zekat për shumën e parave që i zotëron dhe ajo është 2.5%. Përgjigje nga Hoxh Abdullah ibn Xhibrin.